Tani ti një njeri shumë i rëndësishëm, sidomos për situatën që kalonim, atë kohë. E ndimonit a e ndimuat ju? Si e ndimuat? Si? Ndimuat Kosovën, qa ndime dhatë? Shqipëria... Që dhe tregojnë tani ore, tani hapen arkivat, edhe arkivat gojore dhe të shkruara tani. Thuhet ato, dhamë të ndim, thuhet dhe... Dhe mirë betë. Dëgjo mua, nuk ka në një gjithë madhe për të treguar ose për të fshehur. Po? Pra, naturisht ne patëm kontakte para se të kishim perëndimorët me UÇK-n. Ju e dini që Departamenti i Shtetit me ata emisarët e vetë në fillim i konsideronin që ishin terroristë. Ndërkohë që kishte një opinion të dytë që ishte... Dhe këtu në Shqipëri një pjesë e mire politikës se zoti Klosi mendonin që ishin terroristë ata. E pra, e di dhe atë të gjë, po... Një pjesë më thoshin dhe mua mos i ndihmon në... E di pse e quenin terroristë. Amerika organizat terroristë. Shiko, e di pse i quenin politika shqiptare, një pjesë e politikës terroristë. Se si ishin të llojit të tyre. Dihesh që ata vinin nga LPK-ja. Dihesh që LPK-ja ishte një lëvizje e majt, edhe enveriste mund të quash. Pjesë e doktorit të ati nuk e donin. Doktori nuk i quan të vetët. Me gjithatë një episod se zotë Klosi e di mirë, kur është takuar Thaçi me Berishën ndetën gjatë, si kur ranë dashuri me njëri tjetrin, apo jo? Se atë ideologi kanë patur. E di këtë histori, ju e quat ati. Zoti Presh. Të them një fakt. Është e vërtet që ndetën 2 orë, shkelën gjithë... Kur u takuan, se në fillim kishte armisik shumë, të madhe. Një ditë shtune. Shiko, kishte vizita të Thaçit në Tiranë, që nuk kishte programuar as një takim, as me Fatosnanon, as me Berishën. Ndërkohë që Fatosi e kishte merak që ti takonte. Dhe nuk ja kthenin dot fjalën. Atëherë detyrohesh shkonte takonte dhe Berishën. Për të treguar që kishte një ekuidistancë nga të dy, nuk ishte një parti politike e UÇK-ja që mund të konsiderohesh e majtë ose për djathtë. Ishte një ushtri, e cila kërkonte ndihmën e të tërëve. Dhe mbante ekuidistancë nga të tërë. Qa e ndihmuam neve? Ne kontributi kryesor ka qenë që dham në shërbimet partner informacionet më të rëndësishme që ata kërkuan lidhur me UÇK-n. Vetëm informacione, se dhe informatat më dhanë, nuk është se besoj kishit ju, apo ja? Do një ndihmë kështu materiale... Ndihmë materiale, t'ja u themun, Shqipëria nuk ka dhënë asnjë fishek. Po pse, apo i zbraste për vete? Një minut, tani, pse? Jo, në rregull. Në pjesën e parë, bile... Dhe gjithë kohën që kryeministër ishte Fatosi, edhe një pjesë të kohës që ishte kryeministër Pandi, kishte një embargo formale. Ndërkohë që të gjithë... Pandi e do shumë Kosovën, si ka mundsi? Se ke vënë reti tani? Pandi ati vete flenë në Kosovë. Qiko, tani bëjmë mbledhur për tjetë gjë këtu, jo për lavdëruar apo kritikuar njerëzit. Jemi mbledhur se nesër bëhet një takim i madh. Po, nesër... Ore, këshu festat i bëjmë në të gjitha, do mblidhen nesër aty, do bëhet qeni Kalanxhiut. Unë them që kontributi kryesor i Shqipërisë ka qenë që nuk i pengoj. Do thënë, me gjithse ishte embargoja, me gjithse natyrisht ishte vështirë dhe nuk ishte kollaj për ta fshehur transportin drejt Kosovës të armëve, por e them me përgjegjësi të plotë që të gjitha armët ata i blenë. Jo vetëm në Shqipëri. Shqipëri ishte pjesë e vogël. Në më thëmë përfundimisht që su keni dhe në Azia atyre, se dhe informata... Jo, ne i kemi dhënë... Qa do thotë ju, i kemi dhënë? Ndihmën tonë morale, ne nuk i kemi penguar, i kemi njohur, ata do njiheshin vetë, po ne ndihmuam në njohjen e tyre me shërbimet partner dhe ata që në aleatët e parë të UÇK-s. Zyrtar. Jo, s'është punë kujdes. Nuk e ka të kujdes, se thot ai tani se digjen dokumentat, ato pano. Jo, zotri, se s'mund ta thotë. Edhe Amerika ja, pas kaq kohë hapet dokumenti. Ti që s'maj përgjegjësi fare, zotria është ish zyrtar i lartë dhe çdo gjë merret dhe interpretohet. Tani po ja mbyll ti që të thot në një gjetë, ti kapim në një gjetë, ti po i thua. Jo, po thua. Jo, po nuk i mbyll gojën më, zotri. Zoti Klosi... Kështu është e vërtetë më. Kështu është e vërtetë, thotë. Urdhëro. I kanë lejuar shkojnë. Po pra. Bile ka pas që s'kan dash t'i lejojnë, por shumica e vendimarsve të asaj kohë që udhëhiqnin shtetin. I lejuan që të shkojnë. Kaq. Ka pas sa që s'kan dash as t'i lejojnë.
por kanë qenë pakicë. Ta dhe ti? Por, ka pas. Po, Një tjetër për profesorin në, si do kalon në tem tjetër në vësë. Ajo qëndrimi që thot Zoti Klosi lidhet edhe me atë se NATO-ja perëndimi nuk donte që Shqipëria të konsiderohej e përfshirë zyrtarisht në mbështetjet Kosovës. Se pastaj do kompromentoj përfshirja e NATO-s në çlirimin e Kosovës. Serbisë për atë në një operacion që quhej humanitar, apo jo? Do ndryshonte natyra konfliktit. Si konflikt ndërshtetëror. Përfshirja e Shqipërisë në mënyrë të hapur, ndryshonte dhe këtë kërkonte Beogradi me çdo kusht, këtë kërkonte. Bile ata kanë tentuar me hyrje në tokën tonë, pikërisht për të provokuar një reagim nga ushtria e jonë që për të thënë që kjo është një luftë mes dy shteteve, jo një genocid kundër popullit shqiptar të Kosovës. Dhe këtu Shqipëria nuk ka rang të Gratës, që është e vërtetë. Që të bëjë veprime që do ndryshonin natyrën e konfliktit, të cilin e kërkonte Beogradi me forcë. Me gjitha mjetët, përpiqej, me metoda, me provokacione. Ata në tropoj u futën deri thellë në Për këtë pra, territorin tonë. Po është tjetër gjë. Jo, bombarduan, nuk u futën thellë. Është shumë interesante, po. Indiri Ajdaraga thot që hyn pak. Jo. Thoshte. Ata bombarduan me artilleri. Dhe pati një konflikt se u plagosën dhe u branë, ka përshtu, nuk e mbaj më mirë, po jo që të hynë ushtarët. I ndronë në regjia, kur fletë zotina Zarko me zotin Klosi janë këta bashkë, pas ta i flasë unë jam unë si shmënzorët, se mere bushatin dhe me radhe, kupton? Me gjitha të, zotin Klosi një gjë që mendoj që ishte dhe arsye pse u kryua kjo gjykatë, se më qose zdo ishte trafiku organeve, nuk do kishte asë një arsye themelore, pse mbasi që për ish Jugoslavin ekzistonte një gjykatë ndërkombëtare, ata gjykatësit që pastaj u bën prokuror, pastaj u bën avokat dhe që merrnin rroga të mira, madje merrnin dhe honorare të mira nga të vazhdonin në një gjykatë të re sui generis. Ishte trafiku i organeve dhe në këtë gjë trafiku i organeve. Akuzohej. Se Dik Martinin e pe ndonjëherë kishte takuar ndonjëherë, këtë ndonjëherë dorën zoti Klosi ajo. Cil? Brikeni dukej. Dik Martin, se nga kjo lindje kjo. Jo, absolutisht. Si këtë ndonjëherë dorën? Jo, nuk e kam. Jo, kur ka fillu punë kjo gjykat, kishte rak. Kur ka filluar kjo gjykat punë, a ishte ama ishte një suportin e ka bërë ai dhe prekur dhe Carla Del Ponte këtë, nuk fillon me Dik Martin. Po Del Ponte sa i janë mbushin mendjen pra. Ata ishin nga të dy ishin nga Ticino. Ishin nga Ticino, nga Lugano, ishin të dy. Nuk ka filluar punë kjo gjykat zyrtarisht, akuza. Carla Nuk është Del e sigurt, ta Ponte dëgjojmë njerëz. është prokuroria që vuri përpara Miloševićit. E njëjta ka hedhur pa prova edhe akuzën e trafikut të organeve. E mori nga Dik Martin. Jo, ka qenë ajo ka qenë nismëtarja. Ajo Del Ponte ka qenë nismëtarja e vërtet. Pastaj Marti e përdori dhe pretendoi që t'ishte dikush. Ajo ka fillu, ne kemi bërë deklarat në parlament, unë bile kam qenë kryetari i komisionit, kam bërë deklarat kundër Carla Del Pontes. Pastaj ka hyrë Dik Martin, por kur ka filluar gjykata punën, akuza e trafikut të organeve shtëpisë Verdh ka pas rënë. Pra ajo nuk është konsideru asë një ditë që e objekti punës gjykatës që është sot. Ka pas rënë. Ka rënë pak më vonë dhe këtu do të rikthehemi tek ajo. Megjithatë, opinioni që u krijuar në Europë. Pra që do t'jemi qartë. Jo, dakord jam me ty. Zoti Flosi, t'jemi qartë me publikun që kjo gjykatë ka nisë mbi disa akuzët që kanë bëjnë me padi, me ankesë të disa qytetarëve të Kosovës që është një listë jo e vogël. Jo, dhe Serbë. Dhe Serbë. Dhe s'po më marrë këto shqiptarët. Jo, janë dhe Serbë. Dhe pastaj jo është kompromentuar gjatë rrugës sigurisht, po... Falë, preç, trafiku i organeve ngeli deri përpara 2 vjetësh, aq e vërtet është kjo, se këtu ishte një pasaktësi e deklaratës vetëvendosjes. Rama ka folur qoftë në Këshill të Evropës, qoftë në OKB, mbasi ra akuza për trafikun e organeve. Dhe atëre, a i tha Këshillit të Evropës, ju keni miratu një rezolut për trafikun e organeve. Atëre anulloni rezolutën në pashme. Dhe këthirja që i bërja i vetë vendosjes në një vizit që i bërin 10 orë,
vizitë për cilën për hir të vërtetas ishte vetëvendosja që ftoi, ishte Kurti që ftoi Ramën, i tha hajde bëjmë një rezolut për bashkët të Shqipërisë, të Kosovës, bëjmë një komision hetimor. Kjo është historik. Ata apo janë akuzuar ndonjëherë këta 4 të kuqekësat Me këto jo. Me këtë akuzë jo. Organizata juaj, jo, më fal, ai ishte thelbi i preç. Ata akuzuan UÇK-n si organizatë kriminale që kishte një kokë, që ishte ndihmuar nga Shqipëria, që kishte përdorur aeroportin e Rinas. Po jo për këtë. Jo për këtë. Tani, siç për këtë preç. Ai është fillesa.